A lejohet që të pritën thonjt apo flokët në 10 ditët e para të muajit Dhulhixhe, pra në këto ditë që jemi deri për Bajram, për ata që thërrin kurban? Para se të them po ose jo, le ta sqarojmë çështjen shkurt, thjesht dhe qartë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, kush ka për të thërrur kurban, kur të hyjë muaji i Dhulhixhes, le të mos pres asgjë nga flokët dhe thonjt e tij derisa ta kryejë thërrjen. Juristët e mëdhëve Maliki, Shafi dhe një pjesë e Hanbelive e kanë konsideruar të papëlqyeshme që personi i cili do të thërrë kurban të pres flokët apo thonjt e tij 10 ditën e parë të Dhulhixhes derisa të thërret kurbani. Jo haram, por mekruh. Sipas mëdhëbit Hanefi lejohet dhe nuk ka problem, madje nuk është as e papëlqyeshme që të priten flokët dhe thonjt edhe nëse ke qëllim të thërrësh kurban. A nuk e kanë ditur Hanefit hadithin në fjalë apo si? E kanë ditur dhe e pranojnë si të saktë, por shpjegohet me 3 pika. E para, Hanefit e kanë metodë që t'i japin përparësi praktikës para tekstit. Ata vërejnë se nuk ka një praktikë të njohur, të qëndrueshme dhe një transmetim të vazhdueshëm që sahabët apo tabiinët, pra që janë pasardhësit e sahabeve, të kenë ndaluar prerjen e flokëve dhe të thonjve në këto ditë, edhe pse e njihnin dhe e transmetonin hadithin. Praktika është thelbësore, praktika komenton dhe implementon tekstin. E dyta, forma e ndalimit në hadith nuk është ndalim kategorik, por këshillues. E treta, e cila plotson të dytën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë në formë këshille që besimtari të ngjasojë me haxhilerët, sepse ata e kanë të ndaluar, dhe në këtë mënyrë të krijohet një lidhje shpirtërore midis atij që bën kurban dhe haxhut. Si përfundim, po, lejohet të qethesh dhe të presësh thonjt duke marrë parasysh se mëdhëbi i Ballkanit është mëdhëbi Hanefi me disa përjashtime të vogla.